Në muajin e shenjtë të Ramazanit, fryma e solidaritetit dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit po merr jetë edhe në qytetin e Pugradecit. Besimtarët e xhamisë Ebu Bekër kanë ndërmarrë një nismë bamirësie për të ndihmuar familjet dhe individët në nevojë, duke siguruar bukën e përditshme për ta. Me kontributet e mbledhura nga besimtarët, është arritur një marrëveshje me një furrë buke në qytet, ku çdo person që e ndjen veten në nevojë mund të paraqitet dhe të marrë pjesën e tij të përditshme, pas një dallim përkatësie fetare. Sipas imamit të xhamisë Ebu Bekër, Mirel Mazelli, kjo nisëm është një nga mënyrat për të reflektuar vlerat e Ramazanit, muaj që në fenë islame konsiderohet si muaj i mirësisë, begatisë dhe solidaritetit mes njerëzve. Me fillimin e muajit begat të Ramazanit, besimtarët e xhamisë Ebu Bekër u solidarizuan dhe mblodhën disa fonde modest për të ardhur në ndihmë njerëzve të cilët janë në nevojë. Dhe vendosëm në një furrë buke këtu në qytet që çdo njeri i cili e ndjen veten që është nevojtar, pavarësisht besimit të tij, të shkojë dhe të paraqitet te kjo furrë për të marrë pjesën e tij ditore. Dhe kjo ka qenë një nga nismat më të bukura të këtij muaji të begat të Ramazanit. Ne kemi një shprehje të bukur në fenë islame, të cilën i dërguari i Zotit na ka mësuar dhe na ka thënë që muaji i Ramazanit është muaj i cili vjen me mirësi dhe me begati. Nisma, e cila filloi në mënyrë modeste, ka marrë përmasa gjithnjë më të mëdha. Aktualisht shpërndahen mbi 80 bukë në ditë, në varësi të kërkesave të qytetarëve në nevojë. Përmes kësaj iniciative, besimtarët synojnë të lehtësojnë sadopak vështirësitë e familjeve në nevojë dhe të përcjellin mesazhin e solidaritetit dhe ndarjes me njëri tjetrin, që është edhe thelbi i këtij muaji të shenjtë. Falenderojmë Zotin e Lartësuar, i cili na mundsoi që të bëjmë një aktivitet të kësaj forme për të ardhur në ndihmë qytetarëve tanë. Tu lehtësojmë sadopak atë barrën e varfërisë dhe të jemi sadopak në ndihmën e tyre. Dhe kjo nismë vazhdon deri në fund të Ramazanit, u nis me pak dhe tani ka shkuar deri mbi 80 bukë në ditë në varësi të kërkesave të njerëzve të cilët janë në nevojë. Një shembull i thjesht, por domethënës, që tregon se edhe gjestet modeste mund të bëjnë një ndihmë e madhe për ata që përballen me vështirësi në përditshmëri.